28 shkurt, ora 6 e mëngjesit. Diku në lindjen e mesme nisen avion luftarak. Qëllimi ndodhet në zemër të Iranit. CIA-ja ka informacione. Udhëheqësia rreth Ayatollah Ali Khamenei po takon në Teheran. Pak më vonë, një raketë precize godet. Pasojat ndryshojnë botën. Si arriti deri këtu? Armiqësia shkon shumë prapa në histori. Në vitin 1953, CIA-ja rrëzoi kryeministrin iranian. Në vitin 1979, erdhi revolucioni islamik. Irani u bë një teokraci. Dhe SBA dhe Izraeli u bën armiq të betuar. Konflikti për programin bërthamor dhe Iranit kulmoi në 2018, kur Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja bërthamore. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. Pranver 2025, forcat ajrore izraelite sulmojnë objektet bërthamore iraniane. Ekonomia e Iranit shembet. Protestat masive eskalojnë. Regjimi ndalon internetin dhe godet brutalisht. Një përpjekje e fundit diplomatike në Gjenev dështon. Kthehemi te 28 shkurti, një kompleks i fshet ndërtesash në Teheran. SBA e din saktësisht kur Khamenei mbërrin. Sulmi, me emrin kod Epic Fury, zgjat vetëm disa sekonda. Tridhjetë oficerë të lartë iranian vdesin, përfshirë udhëheqësin suprem. Presidenti mbijeton dhe betohet për hakmarrje. Përgjigjja e Iranit. Operacioni Premtimi i Vërtet 4. Vendi lëshon qindra raketa mbi Izraelin. Njëkohësisht Irani sulmon anijet amerikane. Hutit eskalojnë në detin e Kuq. Bazat amerikane në Irak, Bahrein dhe aeroporti i Dubait gjithashtu sulmohen. E gjithë rajoni digjet. A ishte sulmi parandalues i paligjshëm? Ndërsa SBA-t flasin për vetëmbrojtje, Objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Protestat shpërthejnë në të gjithë Amerikën. Çmimet e naftës në mbar botën shpërthejnë. Në Iran formohet një qeveri e përkohshme. Lindja e mesme qëndron në prag të një lufte të pakontrollueshme.